Nektari Gjomas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Sipas pikpamjes dhe mendimit të personaliteteve islame, Kurani zë vendin e parë në botë, sepse ai është libri i Allahut, i cili e mbron personalitetin e njerëzit dhe përsos ata. Ai përmban bazat dhe themelet e besimit dhe shpjegon gjithçka rreth feson të drejtë islamit, qoftë për çështjet individuale apo dhe ato të përgjithshme. Kurani e drejton dhe e udhëheq shpirtin ton drejt rrugës së drejtë. Ai është dritë dhe i qartë për ne. Me anë të tij, Allahu udhëzon atë që ndjek kënaqësitë e Allahut dhe rrugët paqësore të mendimit, shpirtit dhe zbatimit. Ai nxjerr njerëzit për errësirave në dritë, me lejen e tij dhe i udhëzon ata në rrugën e drejtë e të vërtetë. Kurani u sqaron njerëzve se ajo për të cilën kanë mendime të ndryshme është udhëzim dhe mëshirë për besimtarët. Ai udhëzon në atë që është më e mira dhe më e përsosura. Ai është shërues për zemrat dhe dritë e shenjtë nga Zoti i gjithësisë. Allahu thot për Kuranin se atij nuk i vjen e kota as nga para e as nga mbrapa. Ai është dokumenti mbrojtur nga Allahu dhe në të nuk ka as shtesë dhe as mangësi. Po ashtu, Allahu thot, Bismillahirrahmanirrahim. Sigurisht, ne kemi shpallur Kuranin dhe sigurisht ne do ta mbrojmë dhe do ta ruajmë ata. Bazuar në ato çfarë u tham për librin qellor të Allahut, librin e fundit, citojmë në këtë moment të nderuar dëgjues dhe shikues që ai të jetë burimi i parë për jetë shkrimin e profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe në Kuranin familjar shtjellohen cilësitë, shtjellohet mënyra se si profeti është sjell me njerëzit dhe mënyra se si profeti ka dalë ballë të gjithë të këqijave çfarë i bën atij në atë kohë, fal prapbindjes së tij në këtë rrugë, fal bindjes së tij në Allahun xhaleshanhu dhe se e dinte që Allahu kursesi nuk do ta linte në baltë dhe e krenoi dhe si të themi i dha mirësi më të madhe, e cila është Kurani familjar. Të nderuar dëgjues dhe shikues, në këto momente i ka ardhur radha rubrikës së Kuranit familjar
edhe për ditën e sotme në emisionin Nektari i Xumas. Le të ndjekim 18 ajetet e para të surës Qalam. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Nun, betohen për penën dhe para të që shkruajnë, se ti o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, falmirësi së Zotit tënd nuk e i marrë. Pa dyshim, ti do të jesh për herë i shpërblyer, se ti je me virtyte madhore. Së shpejti ti do ta shohësh, por edhe ata do ta shohin, se cilin prej jush e ka prekur marrëzia. Zoti yt e di më së miri, se cili është shmangur nga rruga e tij dhe i njeh mirë ata që janë në rrugën e drejtë. Andaj, mos i dëgjo besimtarët. Ata dëshirojnë që ti të bësh lëshime, kështu që edhe ata të bëjnë lëshime. Por, ti mos ju bind të çdo betuesi të përçmuar, shpifaraku që përhap thashë theme, penguesi veprash të mira, shkelësi dhe keqbërësi, të ashpri që, veç kësaj, është edhe familja jashtëligjshëm, vetëm se është i pastër dhe ka shumë djem. Kur i lexohen shpalljet tona, ai thot, këto janë vetëm pralla të popujve të lashtë. Ne do t'ja damoskojmë hundën. Ne i kemi vënë në provë ata, banorët e Mekës, ashtu siç i sprovuam të zotët e kopshtit, të cilët ishin betuar se në mëngjes do të vilnin frutat, e nuk patën thënë në dasht Allahu. Të dashur vëllezër dhe motra, për ditën e sotme në emisionin Nektari i Xumas, do të flasim rreth njeriut me virtytet më madhore. Do të flasim rreth njeriut i cili me butësinë e tij udhëhoqi një ummet të tërë. Njeriut më të shenjtë që mund të kishim ne si ummet, po të ishte në këtë momente pranë nesh, do të flasim rreth profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por nuk do të flasim me gjuhën tonë. Nuk do të flasim me përshkrimet tona, nuk do të flasim me mënyrën se si ne e shohim profetin Muhammed, por do të flasim për ditën e sotme se si Allahu xhaleshanhu në Kur'anin famëlart flet për të dërguarin e tij, për këtë të dërguar për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur'ani flet për personalitetin e profetit, për moralin e tij, për metodën e thirrjes së predikimit të tij dhe për jetën e përgjithshme e personalit të tij. Ai flet për marrëdhëniet e profetit me të tjerat, qofshin besimtar ose jo besimtar. Sigurisht që profetësia e profetit është çështja e Allahut, prandaj edhe njohja më e mirë e tij arrihet nëpërmjet librit të Allahut të madhëruar, Kuranit të shenjtë. Për këtë, duhet që muslimanët të thellohen në studimin e jetës së profetit, për të njohur me të më shumti. Allahu i madhëruar i urdhëron muslimanët që ta kuptojnë Kuranin dhe të jetojnë në dritën e tij. Sepse Allahu e ka zbritur Kuranin udhëzues, udhërëfyes dhe sqarues për çdo pikpyetje që mund të kemi neve në ditët e sotme. Prandaj, siç e them dhe në fjalën hyrëse, duhet që të bazohemi te Kurani për të njohur personalitetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të shumtë janë ajetet që flasin për këtë figurë të çmuar, që flasin për këtë njerëz të madh dhe për këtë dritë të pashuar. Së pari, duhet të mësojmë periudhën para profetësisë. Vallë, a ka studiuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam Teuratin dhe Biblën para se t'i vinte profetësia? A ishte i ditur për historinë e të dërguarve të mëparshëm para tij? A dinte shkrim dhe këndim profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Dhe përgjigjet e këtyre pyetjeve i gjejmë pikërisht në ajetet e Kuranit famëlart. Sipas Kuranit, profeti nuk ka qenë i njohur për ato që tha më lart. Në Kuran thuhet Bismillahirrahmanirrahim. Allahu të shpalli ty librin, Kuranin dhe urtësinë e plot, si dhe të mësoj atë që nuk e ke ditur. Dhuntia e Allahut për ty është shumë e madhe.
ajeti 113 i surës Nisa. Dhe në surën Shura, në ajetin 52, Allahu xhaleshanhu përgjigjet këtyre pyetjeve teksa thot: "Dhe kështu, ne të kemi dërguar ty shpallje me urdhrin dhe vullnetin ton. Ti, më parë, nuk e ke ditur se çfarë është libri, e se ç'është besimi. Por, atë Kur'anin, ne e bëm dritë me anë të cilit udhëzojmë këtë duam nga robët tanë. Ti, me të vërtet, udhëzon në rrugën e drejtë." Ajeti 52 i surës Shura. Përgjigjja e pyetjeve se: a dinte profeti Muhammed lexim dhe këndim? A dinte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam rreth besimit? A dinte profeti Muhammed për profetët para tij, para se ati t'i vite profetësia? Allahu thot: "Ti nuk ishe i pranishëm kur ato hodhën short se kush prej tyre do të merrte në kujdes Merjemen, dhe nuk ishe i pranishëm kur ata diskutonin." Ajeti 44 i surës Ali Imran. Në surën Yusuf, në ajetin 102, Allahu thot: "Këta janë disa nga historitë e fshehta, të cilat ne po t'i shpallim ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ti nuk e qenë me ata kur vendosnin për punën e tyre dhe kur disnin drejtëra." Ajeti 102 i surës Yusuf. Pra nga këto ajete deri më tani, kuptojmë që Allahu xhaleshanhu ja solli wahyin, pra zbulesën, shpalljen, ja solli profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në ato momente, dhe Allahu ishte ai që i mësoi të shkuarën dhe të ardhmen dhe i mësoi besimin e tanishëm. Allahu thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, sikur të kishte dashur Allahu, unë nuk do t'ju a kisha lexuar dhe as që do të bënte ai që ta mësonit ju ata. Unë kam jetuar një kohë të gjatë në mesin tuaj para profetësisë. A nuk po mendoni? Ajeti 16 i surës Yunus. Dhe në ajetin 48 të surës Ankebut, Allahu xhaleshanhu thot: "Para këtij ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk ishe lexuar kurfar libri e as që kishe shkruar gjë me dorën tënde. Përndryshe, ndjekësit e së pavërtetës do të dyshonin." Kjo ishte mirësia më e madhe. Kjo ishte mrekullia më e madhe që kishte profeti Muhammed. Në ato kohë, që njerëzit ta besonin më shumë, ai nuk dinte lexim dhe këndim. Ai çdo gjë çfarë mësoi nga Allahu xhaleshanhu, prandaj dhe ishte dhe profeti dhe i zgjedhuri i fundit nga ana Allahut për të drejtuar ummetin në ato kohë. E gjithë kjo është argument i profetësisë së tij, sepse e gjitha kjo kulturë nuk mund të fitohet me përpjekje njerëzore, veçanërisht kur poseduesi i kësaj kulture të gjerë nuk ka qenë i njohur me shkrimin e as me këndimin. Por kjo nuk do të thotë kursesi se profeti nuk ka patur kulturë të lartë nëpërmjet mendimeve që bënte ose meditimeve gjithashtu dhe nëpërmjet dhuntimeve të Allahut për ta. Gjatë kësaj kohe që ai përgatitej për të mbartur këtë mision të lartishëm e universal, ai meditonte, lexonte, pyeste dhe shihte se si Allahu xhaleshanhu është krijuesi i gjithësisë, e dinte që Allahu është aty me të dhe mundohej që nëpërmjet meditimeve të përgatitej për ta mbajtur këtë mision kaq të lartishëm. Kurani i shenjtë na thot qartazi se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është mbartësi i mesazhit hynor. Allahu thot: "O profet, ne të kemi dërguar ty si dëshmitar, sjellës së lajmit të mirë dhe paralajmërues. Njëkohësisht të kemi çuar si thirrjes, që i fton njerëzit në rrugën e Allahut me urdhrin e tij dhe si pishtar ndriçues." Ajeti 45 dhe 46 i surës Ahzab. Dhe në surën Xhumah, në ajetin e 2 të kësaj sureje, Allahu thot: "Është ai që u solli analfabetëve një të dërguar nga gjiri i tyre, për të lexuar atyre shpalljet e tij, për t'i pastruar e për të mësuar librin dhe urtësinë, ndonse ata më parë ishin vërtet në humbje të plotë." Dhe në surën Talak në ajetin 11, Allahu thot: "Bismillahirrahmanirrahim." Një të dërguar, i cili ju lexon shpalljet e Allahut me shpjegime të qarta, për t'i nxjerrë ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira nga errësira në drejtë. Subhanallah.
Allahu i madhëruar na ka treguar fare bukur në Kuranin e Shenjtë se cili ishte misioni i këtij të dërguari. Na ka treguar fare qartësi që profeti Muhammed erdhi si peshtar drejtues, si mësues për udhëzimin, për njerëzimin, erdhi si udhëzues në fjalën e drejtë të Allahut xhaleshanhu, erdhi për të nxjerrë njerëzit nga errësira në dritë dhe për të ngritur virtytet dhe moralet e larta. Në ajetet e lartë përmendura, duket qartë roli udhëheqës dhe edukues i këtij të dërguari. Po ashtu, ai është dëshmitar, i cili dëshmon për bashkësinë duke i treguar asaj rrugën e vërtetë të drejtë. Ai u lexon atyre ajetet e Allahut dhe u mëson atyre librin që u nevojitet nga ana teorike dhe u mëson urtësinë që u nevojitet për anën praktike të jetës së tyre. Profeti është përgëzues për besimtarët punë mirë, sa ata do të kenë shpërblim të mirë në botën tjetër. Po ashtu, është dhe tërheqës i vëmendjes ndaj dënimit të ashpër dhe të dhimbshëm. Ai është edukuesi, mësuesi dhe pastruesi i zemrave prej të këqijave dhe ndysive morale mendore. Ai i nxjerr njerëzit prej errësirave të paditurisë të mosbesimit vetëm nëpërmjet lejes së Allahut xhaleshanhu dhe i udhëzon ato në dritën e besimit e të dijes, të monoteizmit, e të udhëzimit dhe të përparimit dhe të civilizimit. Ai nuk ka ardhur që të hedhë poshtë mesazhet që sollën profetit paraardhës, por ai erdhi që të tregonte njerëzve që të gjithë ne do të besojmë Allahun xhaleshanhu, Zotit një dhe të vetëm. Ky është edhe misioni i profetëve më parë, që të gjithë të udhëzonin njerëzin në besimin monoteist, në besimin e Allahut, Zotit një të lartësuar. Allahu thot në Kur'an, pastaj ju erdhi ju një i dërguar vërtetues i asaj që ju është dhënë. Ajeti 81 i surës Ali Imran. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e Shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim. O iftarët e librit, juve ju erdhi i dërguari ynë, i cili ju shpjegon gjëra nga ato që i keni fshehur ju prej librave Teuratit dhe Ungjillit dhe ju fal shumë. Ajeti 15 i surës Maida. Ai dëshmonte besimin për të gjithë të dërguarit, kur thuhet, ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej të dërguarve të tij. Ajeti 285 i surës Bekare. Po të studiohen pra të nderuar dëgjues dhe shikues, me kujdes ajetet e Kuranit që flasin për metodën thirrëse të profetit, do të vërejmë se ai nuk e impononte, nuk i detyronte dhe nuk bënte punë që njerëzit i detyronte të hynin në fe. Por ai bënte punë të mira, i thriste njerëzit me butësi dhe i lënte njerëzit që ta kuptonin se rruga e mirë është kjo dhe rruga e keqe duhet lënë më pas. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e Shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim. Prandaj, këshilloi njerëzit o Muhammed se ti je vetëm këshillues dhe nuk je ngarkuar t'i detyrosh ata me forcë. Ajeti 21-22 i surës Ghashia. Dhe në surën Nisa, ajeti 80, Allahu thot, kush i bindet të dërguarit, ju është bindur Allahut, sa për ata që kthejnë kokën me njan, ne nuk të kemi dërguar që të jesh rojtari tyre. Ka dhe shumë ajete të tjera të nderuar dëgjues dhe shikues, plot ajete të cilat flasin për virtytet e larta, për misionin e këtij të dërguari dhe për mënyrën se si erdhi kumtesa ose shpallja e Allahut xhaleshanhu tek ky njeri me virtyte kaq mallore. Bazuar në këto ajete që sapo cituam deri më tani, duke qartë se misioni profetik, i cili fton në besim, por jo me gjuhën e dhunës së forcës, por me gjuhën e këshillës dhe fjalës së mirë. Në çdo hap e lëvizje profeti sillej ashtu siç i kishte mësuar Allahu. Ai ishte i urdhëruar që t'u paraqiste veten e tij njerëzve duke thënë Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj o Muhammed, unë jam urdhëruar që të adhuroj vetëm Zotin e qejve e të këtij qyteti Mekës, i cili e ka bërë atë të shenjtë dhe të cilit i përket gjithçka. Jam urdhëruar që t'i nënshtrohem atij dhe të këndoj Kuranin. Kushdo që merr rrugën e drejtë e bën për dobi të vet, ndërsa atyre që devijojnë, ti thuaj jo, unë jam vetëm paralajmërues, dhe thuaj, falënderimi qoftë për Allahun, ai do t'ju tregoj shenjat e tij
e ju do t'i njihni ato. E Zoti yt nuk është i pajkujdesshëm ndaj veprave që bëni. Nga ajeti 91 deri në ajetin 93 ishte kjo i surës Naml. Pra kështu fliste profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, fliste me gjuhën e Kuranit, fliste me fjalën e Allahut xhaleshanhu, sepse atë kishte mësuar. Allahu kështu e mësoi profetin që ai të ishte Kurani folës midis njerëzve. Me ndihmën e Allahut dhe bazuar në mësimet e tij, profeti nisi rrugën e predikimit me urtësi, me fjalë të ëmbla e të buta dhe me një qetësi e zemërgjërsi të papar. Kjo ishte mënyra më e mirë për të depërtuar në mendjet dhe zemrat e të tjerëve. Ai ishte i bazuar në bindje dhe ishte i palëkundor. Qëllimi kryesor i misionit të profetit ishte që në mendjet dhe zemrat e njerëzve të mbizotronte feja e Allahut. Çdo gjë që të vepronin, ta bënin për Allahun, të mos adhurohej tjetër kënd përveç Zotit të gjithësisë, dhe veprat dhe lëvizjet e njerëzve të bazohenin te logjika shëndosh dhe jo te emocione dhe instinkti i momentit. Sa bukur na e paraqet Kurani metodën e thirrjes në rrugën e Allahut të Madhëruar. Sa nevojë ka njerëzit e sotëm të njihen me këtë lloj metode dhe ta zbatojnë në jetën e tyre të përditshme. Jemi të bindur se po të zbatohet kjo metodë edhe sot, në jetën e përditshme të çdo besimtari dhe besimtareje, në shoqëritë njerëzore, nuk do të ketë konflikte e as mosmarrveshje, nuk do të ketë luftra dhe as gjakderdhje, nuk do të ketë mashtrime dhe as padrejtësi. Dhe vallë, sa lart do të ishte Islami nëse muslimanët do ta zbatonin me të vërtet fjalën e Allahut, Kuranin e shenjtë? Më poshtë të nderuar dëgjues dhe shikues, do të tregojmë disa ajete nga Kurani që na mësojnë se si të bashkëpunojmë me të tjerët dhe si është metoda më e mirë që ne t'i ftojmë të tjerët në rrugën e Allahut xhaleshanhu, sepse kjo ishte edhe rruga e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër dhe motra, metoda më e mirë për të ftuar të tjerët është të ndjekim fjalën e Allahut xhaleshanhu. Dhe çfarë na thot Allahu, si t'i udhëzojmë dhe si të udhëzojmë veten tonë një herë. Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Thirr në rrugën e Zotit tënd me mençuri dhe këshill të bukur dhe diskuto me ata në mënyrën më të mirë. Me të vërtet, Zoti yt i di më së miri ata që janë shmangur nga rruga e tij dhe di më së miri ata që janë në rrugë të drejtë. Ajeti 125 i surës Nahl. Allahu thot në surën Yunus, ajeti 41 se Bismillahirrahmanirrahim. Nëse ata të quajnë gënjeshtar, thuaju: unë kam shpërblim për punën time, kurse ju keni shpërblim për punën tuaj. Ju s'jeni përgjegjës për atë që bëj unë dhe as unë s'jam përgjegjës për atë që bëni ju. Nëse ata grinde me ty, thuaju: Allahu e di më së miri atë që bëni ju. Ajeti 68 i surës Hajj. Në surën Ankebut në ajetin 46 Allahu i Madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Diskutoni me hidhtarët e librit, vetëm me mënyrën më të mirë, por jo me keqbërësit e tjerë. Dhe thoni: ne besojmë në atë që na është zbritur neve dhe në atë që ju është zbritur dhe juve. Zoti ynë dhe Zoti juaj është një, dhe ne atij i nënshtrohemi si musliman. Allahu thot në surën Shura në ajetin 15 se Bismillahirrahmanirrahim. Prandaj ti thirru dhe bëhu këmbgulës, ashtu siç je urdhëruar. Mos i ndiq epshet e tyre dhe thuaj: unë besoj çdo libër që e ka shpallur Allahu dhe jam urdhëruar që të gjykoj drejt midis jush. Allahu është Zoti ynë dhe Zoti juaj. Veprat tona janë për ne e veprat tuaja janë për ju. Midis nesh dhe jush nuk ka kurfar mosmarrveshjeje. Allahu do të na tuboj të gjithëve dhe tek ai do të kthehemi të gjithë. Ajeti 15 siç tham i surës Shura. Kjo është metoda islame e thirrjes, e cila bazohet te paqja dhe mirësia dhe nuk bazohet tek dhuna e presioni. Dhe bazohet vetëse në paqe, mirësi dhe logjik dhe duke marrë në konsiderat ndjenjat e njerëzit. Ajo bazohet te fjala e bukur,
dhe të dialogu i qetë e argumentues, me qëllim që edhe njerëzit e tjerë të jetojnë të qetë shpirtërisht e logjikisht. Sa e mrekullueshme është thënia e Kuranit, që tregon se si të flasim me pasuesit e feve të tjera. Allahu thot, Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, o hyrëtarët e librit, e janë të bijem në një fjalë të përbashkët mes nesh dhe jush, se do të adhurojmë vetëm Allahun, se nuk do t'i shoqërojmë atij asgjë në adhurim dhe se nuk do ta mbajmë për Zot njërin tjetrin në vend të Allahut. Nëse ata nuk pranojnë, atëherë thuajo, dëshmoni se ne jemi nënshtruar Allahut. Sureja Ali Imran, ajeti 64. Dhe a ka mësim më të përkryer se ky mësim kuranor i ardhur nga Allahu xhaleshanhu? Pra të nderuar dëgjues dhe shikues, Allahu na urdhëron që ne të jemi modest, të jemi të buzëqeshur, të sillemi mirë me tjetrin, qoftë besimtar dhe jo besimtar, ashtu siç ka urdhëruar profeti Muhammed, si i dërguari i këtij ummeti, edhe ne si ai duhet të sillemi, të marrim si shembull fjalitë e tij, të miratojmë pra sunetin, traditën e tij dhe të ecim në rrugën e këtij të dërguari pa hezituar në asnjë moment, sepse ai mësoi nga Allahu, na mësoi fjalën e Allahut dhe ne me fjalën e Allahut do të përparojmë çdo ditë të jetës tonë. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن